Deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi ka uruar sot ish-bashkëshortin e saj me rastin e 56 vjetorit. Teksa ka shpërndar një foto të kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta, Kryemadhi ka uruar këtë të fundit edhe pse është divorcuar. Ajo shprehet se kjo ditëlindje e gjeti ndryshe nga herët e tjera, por megjithatë uron që dhuratën më të bukur këtë vit ta marrë më 11 maj, duke nënkuptuar fitoren. I uroj ditëlindjen Ilir Metës, sot në 56 vjetorin e tij. Sot kjo ditëlindje është ndryshe nga çdo ditëlindje tjetër, por ka një veçori komplet tjetër në këndvështrimin tim. Sot të gjithë kanë detyrimin që urimin ndaj teje ta bëjnë duke ju kujtuar çdo miku që më 11 maj votat e tyre të jenë për ty Ilir Meta në radhë të parë, sepse si gjithmonë e vendos veten sakrificë për të tjerët dhe vendos parimet e tua morale politike para interesit tënd personal. Dhuratat mund të jenë të ndryshme për ditën e ditëlindjes, por unë sot uroj që dhuratën më të bukur këtë vit ta marrësh më 11 maj, ku më shumë se kurrë çdo mik apo ish mik i yti dashamirës besoj kanë mundësinë që të bëjnë veprimin më të thjeshtë duke të votuar ty, por që në fakt është mundësi ndryshimi për ta dhe për gjithë Shqipërinë. Gëzuar ditëlindjen Ilir Metaj, shkruan Kryemadhi në rrjetet sociale.